Inderum, para disa dite janë paraqit disa grafite në verit Mitrovicës, Kosova është Serbi. A mundi me na tregu kur I keni marrë informacionet e para? Jemi në oborrin e një shkolle teknike këtu në Mitrovicë të Veriut, ku para disa ditëve janë shfaqur mbishkrime nacionaliste nga serbët në verit e Mitrovicës, në të cilat shkruhet se Kosova është Serbi, rusët dhe serbët janë vëllezër dhe se nuk ka dorëzim asnjëherë, derisa po e shohim që ende ekzistojnë këtu mbishkrime nacionaliste këtu në Mitrovicë të Veriut. Ne pas pak do të kuptojmë edhe do të marrim disa informacione nga zëdhënësi I policisë për rajonin e Mitrovicës se a kanë iniciuar rast për këtë çështje dhe se cilat janë procedurat ligjore që janë duke I ndjekur. Inderum, para disa dite janë paraqit disa grafite në verit Mitrovicës, Kosova është Serbi. A mundi me na tregu kur I keni marrë informacionet e para? Po, atëherë gjatë ditës, derisa kanë qenë disa punime të kryer, janë vërejtë disa grafite edhe pe rrjetet sociale të publikuara. Në vend ngjarjes kanë dalë një sik policore, kanë shqyrtuar dhe janë në kontakt të vazhdueshëm me prokurorën. Mirë, po deri më tani nuk kemi ndonjë rast të iniciuar. Okej, a ka rast hapt për këto? Pikërisht për ata tash janë në kontakt vazhdueshëm me prokurorinë, mirë po deri më tani nuk kemi rast të iniciuar.